Jemi për rrëfimin e parë, edhe për bisedën e parë, dhe Ajda do të na jap disa informacione për mysafirin. Pra në studio me neve sot është Asri Hashani, është punëtori i Korporatës Energjetike të Kosovës. Zotri Hashani, mirë se vini. E theksuam se disa nga kolegët e juaj sot janë, po mendoj kanë qenë në shesh qysh nga ora 12 duke luftuar për drejtat e tyre, duke kërkuar ato që ata ka nevoj që t'ju plotësohet për shumë arsye, për kushtet e rënda të punës, cilat punojnë, për rreziqet që ju sjell puna e tyre. Po besoj do të kemi edhe një lidhje direkte me gazetarin Genc Godanci, i cili edhe e ka përcjell protestën sot. Vazhdimisht do të kemi lidhje edhe me gazetarët nga desku informativ, por edhe me kolegët tonë të emisionit, edhe nga lokacione të ndryshme. Kjo është e rëndësishme. Shumë kënaqësi që ju kemi sot, edhe që erdhët për të ndarë rrëfimin tuaj pas një fotografie që është bërë shumë virale dhe është komentuar shumë. Natyrisht fillimisht duam të dim një opinion, një ndjesi, karshi këtyre përshtypjeve të mëdha që pat për këtë fotografi. Po e shohim bashkë edhe fotografin. Si u bërë të ndjeni gjitha këto komente që shikuesit në këto momente, jo të gjithë e dim punën e madhe që bëhet dhe aty ku ju punoni, që do ta zbulojmë pas pak. Po kjo fotografi tregon edhe veç vetë aty se mirë po për me ardhë më bëhet dhe i qështën që të kohë të vetë punë. Ato në venin e punës ku punoj unë, ka plëhen, ka zhurëm, ka avull, ka përgjësi punës, ato ku i moj, unë jam si elektricist, pjesën elektrike e mirëbaj, pjesën elektrike sa të në 50 Ju në Kosovë mbej punani, saksisht tek Thëngjili, ja? Po, tek Thëngjili, bashkë ato ku që sa vite punani aty? Të punoj që 20 vite. Që 20 vite? Edhe a ka ndryshu kushtet brenda këtyre 20 viteve? Jo, nuk ka ndryshu, as pak nuk ka ndryshu heq. Ka janë mënu dhe varë ventilimër dhe diçka me bo, po kushtet janë shumë shtira në këtë kohë, ka dhe në vene tjera që janë edhe të shtira, mirë po sidomos në këtë pjesën këtu është shumë shtira. Na tregoj se si fillon një ditë juaja, ta kemi pak kështu të qartë se me çka saksisht përballeni dhe çka bëni. Normal puna fillon në ora 7. Mëngjes. Me njëherë dalëm preventiva, 15 minuta, normal ndrohem me teshat punës. Edhe preventivat i kryna me rregull çdo ditë. Kur ka prishje, lajmërojmë ekipet ose inxhinierat me bo kërkesat, ose ordnesën e punës për me evitu prishjet, edhe vazhdojmë qëse ka nevoj me punu. Duke ditë që puna juaj është shumë e rrezikshme, në një vend tepër të rrezikshëm punoni, kur dilni nga shtëpia, a ndodh ndonjëherë ta keni atë ndjesinë çka do të ndodh sot? Ndodh shpesh, po puna është punë, do të me punu, do të me sakrifiku punëtorët e kekut, jo veçone, po gjithë sakrifikojnë shumë për një dritë sot ta ketë Kosova. Për atë arsye edhe sot janë ndonë protest, kushtet e punës, punët e rama, punëtorëve të kekut, na kemi protestu gjithmonë. Do të ndalemi edhe të këto detajet sa i përket pagesave, gjërave tjera. Na trego pak familja, po mendoj si e kanë raportin, atë kanë thonë ndonjëherë fëmijët që babi le këtë punë se po shkakton probleme shëndetësore. Me thonë drejtën, janë punësu do të rrisë tash në kek, si do mos si vjetë, unë e fëmijën tem nuk i kisha lanë më punu atë. Nuk e kishit lanë? Nuk i kisha lanë. Për shkak të rrezikut apo dhe për shkak të kushtet dhe trajtimit që bëhet? Edhe kushteve, të rama, plëhnit, edhe normal edhe pagesa nuk është sot për shembull, ma letë mund është me shku me bu një kamarjer, me bu 500-600 euro, ose ne i përfitim pak që tjetë aty, se sa për shembull më ardhë në kek me punue edhe me përfundu që të gjemë. Kjo është një punë për mbijetesë, sepse në kushtet e tjera, a do të alinit këtë punë? Më të vërtet, janë bu do vjetë këgja shumë. Po, 20 vite janë shumë, po. 20 vite edhe 60 vjetë i kom gati i bëj. Tash edhe me ponë që moj me shku me punu të tërkur, nështë ta kësha punu, po përvojën që e kom edhe punën që e bëj, ku do privat isha shku, garant edhe një rogë që të rekshant të jeftë. Po, sepse nuk ju mjaftan, ajo? Nuk ju mjaftan, gjithë shqysh nuk mjaftan.
Regjia nëse më ndihmon t'i shohim pak pamjet se me çka përballen punëtorët çdo ditë. Pikërisht kjo është tek zona e juaj apo jo? Kjo zona është tek Kaldajat, kjo është tjetër vend, po. Po shohim që është Këtu zakonisht intervenojnë kur bloku bjen për sistemit, ka pëlsitjet gypav edhe tani intervenojnë një javë, një ditë, 2 ditë më varët dhe të evitojnë prishin. Në fakt, kjo punë nuk ka çmim, prej kësaj që po shohim, nuk ka çmim. Ato fjalë që do të mi thonë unë po i thunë jo. Po se mjaftojnë pamjet i Po shohim që mjaftojnë të pamjet edhe kuptojmë me çka nuk ka koment përballen. të diskutohet. Kemi edhe pamje tjera. Kjo pjesë, nëse mund të na ndihmoni se cili blok është ose cila pjesë e punës. Qëtu mënët me konën në mihje, që përfaqësore, këtu e në pullëtet ku lëshohen shiritat, mihje që përfaqësore. Dhe më thëmë në detaj, cila është puna që e bën ju sot? Punën që e bëjon, unë jam elektricist, mirëmbajtje shiritav që të vinë, do më thonë thënë gjithë që vjen prej separacionit, prej mihje separacionit, në deponit të separacionit ku jem të natë, kalon në për shirita, unë qëta shirita i mirëmbajtje. Pjesa elektrike po me rëzishme edhe, bashkë qëtu në qitë farë zonën ku jem, qëtu vjen, ata janë bunkerat, mushën edhe... Që më ndërëson këto, këtë fotografi, e bët me qëllim që... Nuk e kumë bo me qëllim që të bo që jo, po e lidhe me këtë që është një muaj edhe natyrisht për të përqu një mesazh, se edhe ne që jemi sot tu po dojmë përqëm një mesazha me këtë fotografi dhe me rrëfimin tuaj. Nuk ka shku menja që lidhet kështu ose buhet kështu, nuk besoj. E po shumë mirë që është lidhur, tepër mirë që është lidhur, sepse sot është një muaj edhe... Po që edhe mas jam edhe kështar, apo më antari kërësisht sindikatës, e kom edhe për obligim më me... Absolutisht. Natyrisht, kështu që ju falenderojmë shumë që keni ardhur sot që edhe shikuesit ta di realisht se me çka përballeni. Ndërkohë tha që punoni që 40 vite. Në këto kushte, na trego pak sa i përket problemeve shëndetësore, me çka je përballë gjatë këtyre viteve? Me thonë drejten, në pishnetës, nuk u manku që me thonë kështu, mirë po, tash kështu më pa kështu si figurë, shamëll, i kam 60 vjetë, po në gjithë ta plëhën këtu me punue, edhe tash me shku të mjeku, me na kontrolu garant, nuk janë me vëshnive mirë. Po, a bëni kontrolat të vazhdueshme? E kemi bo para 2-3 vjetë, kontrol sistematike, gjithë, asë një punëtor i kekut nuk delë qështë. Po, ka ndonjë problem, po? Ka shmuja profesionale që dalin pikrish për kekut, pikrish për nësana. A ndërmeren masa më njëherë? Po, kush me marë masa? Kush? Kush. Nuk ka kush? Nuk ka kush. Kush i mbrojnë të drejtat e punëtorëve të kekut? Për jashtim që e ngritë zonën sindikata kërkush tjetër. Çka bën sindikata saktësisht? Sindikata e kekut, se natyrisht ne e dim punën e një sindikate, po... Sindikata kekut, po ankohet të menaxhmenti, të drejtorat, të afër. Dhe janë të kota këto ankesa? Kota. Kjo, apo ndodh gjatë këtyre viteve të fundit, a dallon kjo prej partive politike kush është në pushtet, se mësana shka në nuk e di, atin sa më lejohet ato me folë mirë. Ju jeni i lidhë për çka do që keni në dëshirë të plesë? Që të kohë të funit ka pas mungesë edhe të maskave, edhe të tesha punës, që tash kanë fillu me ardhë. Nuk e di që është problemi, po mjetet mbrojtëse, nuk e di ku është problemi atë të nderat, ato që abë di unë, ato nuk... Ndërkohë që për juve është shumë e rrezikshme të punoni pa mjete mbrojtëse. Po normal se po, edhe ato maska që atë na i binë, ato janë ma shumë bëhet avull për tyne, se kur të përmarja njerit, po për shambull parlamenton këto me morë një maskë tjeshtë, gati sigur ato maskat e Covidit pak diçka dalojnë, edhe kështë që është problem këgja edhe përmarja të marë. Po zakonisht, çfarë përgjigje merrni kur ju bëni ankesa, punëtorët tek ju tek instanca më të larta, cila është një përgjigje që ju e merrni? Kur farë përgjigje nësë marëm. S'merrni as përgjigje? As përgjigje i s'marëm. Do të me punue, mëj me thonë me përgjithsi, menaxhmentit të intereson veç o gjaku i Kosovës me qitem. A kupton,
kur të bjen elektrona, kur të intervenojmë me këtë kapacitetet punëtor, pa morë parasysh çfarë veni është, atëherë vinë, cilën që atë, hajde krye punën. E kjo situatë, a është prej vitesh, apo është vetëm këto vitet e fundit? Zakonisht edhe ma përpara si njëjtën. Zakonisht kur të ka punë kështu, por nuk asnjë e gjithse punëtori nuk ka përkrahje për kërkujnajës. Absolut. Preashtim sindikata mundohet në të vetat, gjithmonë edhe është mundu, a më hasë në vesh shurë, edhe jetë që aty, na duhet me punue. E atëherë kur unë jetën një punëtor se kemi pasur edhe këto raste, edhe pse është shumë vonë atëherë, a interesohen pak të na shqetësohen pak të na atëherë? Për pos sindikatës mas shumë të që kujdeset, sidomos kryetari i sindikatës në Gjati, tjertë shumë pak. Mundët në inxhinier ose në si mënyrë humanitare vetë ma ardhën, adin me shprej atë pak knajësishë dhe dhimbjen për ndryshe të rëkushio. Po, Zotëria Ashani, ndërkohë kemi një lidhje direkte me një gazetar të deskut informative, cili edhe ka përcjell protestën e kolegëve të juaj. Kështu që Gens, nëse kemi gati, nëse mund të na ndash detaje nga protesta e sotshme. Shikuesit e Kosova Live-it, jemi këtu në sheshin Skënderbeu, ku vetë se kanë filluar të mblidhen protestuesit në këtë ditë të punëtorëve pra të 1 majit. Një protestë kjo e thirrur nga sindikata e pavarur e Kekut, sindikalistët e Trepçës, nga grupi Asnjë Cent më shumë, pra këta grupi që kundërshtojnë rritjen e çmimeve në markete dhe bëjnë thirrje për bojkot të marketeve. Dhe është bashkuar edhe kolektive për mendim dhe veprim feminist, po e shohim se ende nuk kanë nisur protesta. Unë pranë vete kam kryesindikalistin e Kekut, zotin Nexhat Lumnica, me të cilin do ta zhvilloj një lidhje direkte. Fillimisht të nderuar, faleminderit për kohën. Faleminderit dhe juve. A na tregoni arsyen e protestës së Kekut sot? Po, protesta e punëtorëve të Kekut është për ngritje të pagave, marrë parasysh ngritjen e çmimeve pra inflacionin, tregun e punës që krahasimisht me tregun e punës ne nuk kemi paga shumë të ulta, e shohim se në sektorin privat janë ngrit për punën e njëjtë janë ngritur pagat shumë më shumë se sa në korporatën energjetike të Kosovës dhe ne shohim çmimin e energjisë elektrike që është ngritur për 16.1%, mirë po nuk është ngritur vetëm çmimi i energjisë elektrike, por edhe produktet varëse dhe në një farë forme ka ra fuqia blerëse për punëtorët e Kekut. Pra ne e prodhojmë energjinë elektrike, e prodhojmë shërbimin jetik, ndërsa dikush tjetër i bën milionet e ata janë ketësi. Faktikisht ne që 6 vite nuk e kemi ngritur çmimin e energjisë elektrike, është për 29 euro gjysmë megavati, kurse të ketësit e qytetari shet për 120 euro mesatarisht. Pra ne e prodhojmë e dikush tjetër na e shet. Kjo është një prej arsyeve që jemi në protestë, mirë po edhe mos respektimi i ligjit e punës, pra fundjava për punëtorët me ndrrime nuk paguhet ashtu siç e ka dhënë gjykata themelore, gjykata apelit, gjykata supreme dhe gjykata kushtetuese, dhe edhe përkundër këtyre që i kanë dhënë, Keku është duke bë keqpërdorim të detyrës zyrtare pra menaxhmenti i Kekut për arsye se konsumon veprën penale duke marrë parasysh që ato kur bëhet përmbarimi i mjeteve paguhet edhe kamata, paguhen seancat, paguhen avokatët, paguhen të gjithë. Njëkohësisht ne kemi rrezikshmëri më të lartë në Evropë, që vdesin 1% të punëtorëve si rezultat që ne dyshojmë i marrin gjatë procesit e punës ato smundje profesionale dhe nuk paguhemi për rrezikshmëri. Edhe për këtë çështje, edhe pse na takon ligjërisht, janë duke bërë padi punëtorët jashtëzakonisht shumë dhe në këtë rast edhe kjo është një keqpërdorim i detyrës zyrtare nga menaxhmenti i Kekut, edhe për këtë e kundërshtojmë. A keni me vazhdu me protestat të tilla apo do të mbetet pra vetëm kjo sot që është me 1 maj për ditën e punëtorëve? Jo, ne do të vazhdojmë në vazhdimsi për arsye se pagat e punëtorëve të Kekut janë të ulta, të drejtat e tyre nuk respektohen, gjykata e punës nuk ekziston, edhe përkundër padive të jashtëzakonshme që kanë punëtorë ndaj ndërmarrjeve publike dhe private, kontesteve punësore, gjykata e punës ende nuk ekziston. Vetëm në Kek kemi dikun mijëra land padi që janë bën nga punëtorët për padrejtësitë që ju bëhen. Faleminderit shumë për kohën.
Pra, Ajda dhe Amir këtu ishin pakënaqësitë që i kanë sindikalistët pa punëtorët në korporatën energjetike të Kosovës, të cilët janë mbledhur sot me disa organizata dhe sindikata tjera që të protestojnë për kushte më të mira të punës, siç e dëgjuat edhe vetë kryesindikalistin zotin Lumnica. Këta janë të pakënaqur pra me rrezikshmërinë në fakt që kanë në punë me kushtet e punës, me mos respektimin e ligjit të punës dhe normalisht me rrogat e punëtorëve që sipas tyre janë të vogla, pra gjithçka po rritet, çmimi po rritet, ndërsa rrogat e punëtorëve sipas tyre nuk po rriten as pak. Unë ju shoqëroj edhe pak me pamje këtu nga protesta që po zhvillohet në sheshin Skënderbeu. Po e shohim momentalisht që kemi edhe një prononcim tjetër për media. Çka është kontributi juaj që me dekada kemi kontribu për këtë shtet, ku jo djersa jonë. So pensionistin validor që 25 vite kanë vdekur, pa e marë pensioni, pa e trashëguar. Kush e bën këtë përgjegjësi? Qeveri. Të gjitha qeveri. Pe 99-s edhe deri me sot asgjë s'kanë bërë. Kurse pensionist jesin të anashkaluar. Kërkojnë nga qeveria që sa ma shpejt i rrit pensionet e në valvet vetë punët, dhe vjetësit, dhe gjithë punëtorët që dhe kanë kontribuar dhe kontribuojnë. Çfarë ambjenti, çfarë kushtet mjetuar janë të punuar punëtorët e sidomos në kek, kushtet mjerueshme janë. Çfarë ajri thithin ata. Sa pensionistë dhe sa punëtorë kanë vdekur në kek atje, duke i parë parasysh kushtet e jetës të cilat kur qeveria në ndërkohë farahofi. Jep jam mikrofon. Test në du. Test në du. A veç afrojmë veç me mikrofonane. Veç është tip shtonë, që të pullën. Test në du. Pa, bëjmë veç me mikrofona që shtëm. Po, hajde, vazhdo. Atëherë nuk ka kuptim se si vetëm ne punonësit medial të heshtin përballë padrejtësive tona, të cilët janë duke na u bërë çdo ditë më shumë në vendin tonë të punës. Nuk ka kuptim se si ne të heshtim dhe të kalojmë këtë në heshtje duke mos e ngritur zërin tonë. Edhe vjen deri tek momenti i fundit kur të thrasin në zyrë dhe të thonë je i larguar nga puna, për të mos ofruar ndonjë letërvërejtje apo ndonjë diçka me shkrim për të më palajmëruar saktësisht mu, si Naim Kryeziu, ish punionës i Java Multimedia Production, Kanal 10, që më ka larguar nga puna pa drejtësisht. Dhe tani unë, si që dini edhe ju të dashur kolegë dhe protestues, kam ngritur pa di ndaj ish punonësve të mi. Dhe besoj që drejtësia do të triumfoj dhe do të vrapojmë deri në drejtësi dhe derisa ata të marrin dënimin e merituar. Ju faleminderit. Jemi live nga sheshet e Prishtinës, dëgjuam deklaratat të shumta thirrje për mbrojtjen e drejtave të punëtorëve dhe mbi të gjitha për paga, rritjet të pagave. Në këtë pikë, zotri Hashani, do doja t'ju pyesja diçka, jeni i lirë nëse dëshironi të përgjigjeni apo jo, por derisa po i dëgjoja këto, vjen kjo pyetje. Për një punëtor që bën punën tuaj, pamjet të cilat i pam pak më herët në kek, sa është paga më vogël dhe paga më e madhe për atë punëtor? Paga më vogël është 627 euro. Keku. Inxhinierat mos gabosha i kanë dikon 900 euro. Qëta inxhinierat me qëta fakultetat që janë qëta njëjt me shkollë, sikur qëta që janë në bord, që i morin ka 3.500 ose 4.000 njëjtë, sikur qëta qëto. është bënë e krasim. Brenda 10 viteve, Kur dallimi i madh. sa keni pas rritje brenda 10 viteve të fundit, po flasim? Ka pas ndonjë ndryshim? Edhe sa herë ka ndodhur kjo? Brenda 10 vite, 2 herë, 3 herë rritë. Kur ka qenë hera fundit? Që janë rritë pagat? 50 euro, që tash në janar mos gabosha, ose në shkurt, në fillim shkurtit kena marrë që di, 50 euro. Që kjo 50 euro më shumë është një lloj në shëmimi, apo? Pak me munu, pak
me thonë që heqë, Po, se natyrisht... se faktikisht me këshyrën çmimet, sa janë shkuar, rritja çmimet. Po, e ndërlinë pak me këtë, po. Atëherë, ato 50 herë që janë veç me thonë që ti ka dhonë, ose me thonën që legojnë mos folë se bëllë i kiqë ato. Natyrisht, nësë është një punëtor që e mbanë familje, natyrisht ajo pagë është e pamjaftueshme. Normal se është e pamjaftueshme, sidomos njeri sot punësovët i ka 2 fëmijë ose 3, bashkëshorten, rrogën kur të merë, ma fort nervozohet kur të merë, se sa... Po, se nuk arrin me imbulu shpenzimet. Për 3 ditë, thot, qka buna ka shkoj, për shkak relacionit, ngritjet çmive shumë mëdha. Dëgjuat shumë deklarata, ndoshta një koment nga ato që dëgjuat edhe nga kolegët tuaj që po protestojnë në shesh. Si ju duket, çfarë kishin për të thënë ndoshta për ato që u thanë nga sheshi? Po, gjitha ato që i thanë janë të reale dhe të vërteta, edhe normal se protesta sot një majtë protestuat për drejtat e punëtorëve, për rritjet pagave, normal, për sidomos në kek punën që e bëjmë, rrezikun në punë, spaguhet absolut, kjo nuk është e mjaftueshme. Ndërkohë një pikë që u prek aty ishte edhe vdekshmëria e punëtorëve. Sa shpesh ndodh që për shkak të problemeve shëndetësore ndodh. Statistika basaktave që e disi në gjatin në raport ose intervista që ka dhonën, mos gabosha dikon 30-31 punëtor mbrana vitit, gjatë 10 vite, mos ma merë se është se... Vdesin, humbin jetë. Vdesin për shkak të punës profesionale që i bojnë kek. Ma thonë, një mënyrë vjen një smuj, ke kështu për shamull, kjo foto fletë vetë. Për shkak luhnit, probleme me mushkri, gozna, zhurma. Normalisht. Gjitha këto ndikojnë që... E këto mjekimet, a i mbulon keku? Po, kemi sigurimin, 80% i mbulon këto smunjet pak matrona, mëse bëvë do të shtojnë, ato i mbulon bukur mirë. Mirë po, do të me i dhonë mjetet njëherë, tani kur të kompenzon sigurimi, do të mjaftë shumë. Ka, ndoshta punëtor që edhe nuk ka mundësi, ke di sa buhet me to. Ka pasur shpesh atë tentativa, do më të në momentin kur nuk janë realizuar kërkesat edhe nuk kanë shkuar në vesht e dur, që të blokohet puna. Që kjo në base nuk është natyrisht edhe zgjidhje për shkak të rëndësisë që ka, po ndonjëherë ky është opsioni i fundit për ju, apo jo? Na kur s'kena pas dëshirë me protestu se larkohet me nolë prodhimin, ato së vjen shprehje, mirë po kur nuk ka pas iniciativë për menagjementit ose dhe që shka, ju veç punoni se për rogë ose për diçka mos e keni problem, po gjithmonë u duhtën për me sindikatës me protesta, me reagu, me protestu edhe në për sheshet Prishtinës. Pa dëshirën tonë, po... Më kujtohet vite më parë, gogja vite, ka qenë një përshtypje që në kek ka paga shumë të larta. A ka qenë për shkak të politikës, apo jo? Po ndoshta para 10 viteve, me gjithse mas luftës me njëherë, rrogat më të tërta e në konë kek. Ka pas punëtor në kek e kanë lëshu punën, që në konë rrogat shumë të tërta. Dhe më thonën, një kamar jam i bindën që vitet e para, 2000, 2001, 2002, ka pas rrogën më të mirë se në kek 250 euro që kena pas. Po që është të kena punu? Kena punu edhe fara luftës, si vedini, në ashtaj një materijet, në tini, po keni një, kena punu edhe për 5 euro, vesh me pas dritë keku, po për fatë keqë, adresat i tërkun që do të shqetsime. Pra është bërë një farë kamuflimi, nuk qëndrën kjo që ka pas rroga aq larta, të pakten për punëtorët jo, për punëtorët që kanë bërë këtë punë të rrezikshme. Një kohë, thëshëm, më na u bo 500 euro, adin këgjaj... Por edhe standarti ka qenë tjetër atër. Po, atër s'tetër, po, kur u bon 500 euro rrogat, atër standarti veç lujti, atër si e përqë. Para se të bëj ajde pyetjen, për këtë standart që është sot e duhet e ishte rroga e një punëtorit të kekut? Për këtë punë që bëni ju? Ose për shka po luftoni saksisht edhe nga protesta që janë kërkesat?
Po, me llogarit, në bazë punës edhe vështirësive të punës, në 1.500 euro së duhet me kanë heq. Një rrogë solide me mbijetu. Jo me jetu, po me mbijetu. Që kur e krahason kërkesa juaj 1.500 edhe paga që marrin me 600 është kogja dallë. Po. Por në ryshe... Ndërkohë, pyetja ime më herët ishte nëse e bëni këtë punë që shumica për juve e bëni në kek, a paguhet më shumë në privat? Unë jam i bindur që shumë më shumë ish pagu, edhe ish vlerësu. Po, kur merrni ndonjë punë individualisht, ndoshta jashtë punës që e kryeni si elektricist, po. Normal se po, ato paguhen shumë më shumë. Mjafton me rrymë një shtëpie të re me omara dhe besoj që... Me bo montimin e komplet, ndërtesës ose banesës është e kuptueshme. Edhe me dalë një rrogë për trikat e det kekut. Aq shumë dallime, a? Normal. Do thotë njerëzit e vlerësojnë punën e juve jashtë korporatës energjetike. Normal se po. Puna e elektricistit nuk është edhe e lehtë. Normalisht. Të nëherë thëshin me dalë në penzion elektricisht është punë e madhe se për shkak të rrezikut edhe ju përgëzojmë sepse ju si duket po e arrini deri në atë pikë. Do të me pas kujdes shumë, po sa me bëhet dikush do të me bëhet punë. Dikush duhet. E mira do të ishte që të vlerësoj më shumë. A ka pas ndonjë moment kritik në gjithë këto 40 vite për ju? Sa i përket juve? Ka pas. Ndoshta 1-2 momente që kanë qenë shumë kritike për jetën tuaj. Me tregu drejt, kur jam punësu në fillim, kom punu privat në kek. Punëtor fizik kam qenë. Atëherë ka pas sfida pak më të mëdha. Me thonë si punëtor fizik, po duhet me punu shumë më shumë. Është elektricisht është punë pak më zotnishe dorën zemër se punëtor fizik, mirë po atëherë ka pas shumë vështirësi të mëdha. Atëherë, tash pak më për shkak punës është që elektricisht është pak më e mirë se punëtor fizik, mirë po vështirësitë, kushtet, plorni ato nuk ju nalë kohë, që 40 vite. Pjesë e punës. Ndërkohë kolegët e juaj janë përballë edhe me djegje trupit e me gjërat ndryshme gjatë punës së tyre. Po. Sidomos ato ku hinë në kazan, ato në kazan intervenojnë veç kur të bjen bloku ose kur të ka remont të zakonisht, ama është shumë punë rrezikshme. Me duar tona pastrojmë, me paga tona mezi mbjetojmë. Kjo është një shumë nga protesta e sotme, që besoj shumë punëtor e gjejmë vetën të kjo. Me paga tona mezi mbjetojmë. Mezi mbjetojmë, unë e thash me marrën një rrogë. E kur dëgjoni sot për shembull që buka ngritet 80 cent, rryma, që ka qenë shumë i diskutuar, që është ngritur aq shumë, edhe kafja, gjëja më elementare, dhe pse u tha dje që kafja është luks. Si ju bëjnë të ndihen kur këto çmime rriten vazhdimisht dhe nuk ka asnjë lëvizje për një punëtor në Kosovë? Vedia të na e qytetarëve ose punëtorëve nuk e di edhe sa është në atë nivelin. Dikush e merr pak më hajt se buhet mirë, sikur na. Po, e kemi në këtë shprehje të zakonisht. Zakonisht normal se nuk e njihet kërkush mirë më të shtrajtu se kuleta më të... Dhe nuk dalin të protestojnë, nuk kemi asnjë një numër shumë të madh. A ndodh shembull, me që është protesta e kekut, a ndodh punëtorët me hezitu me protestu dhe me pas ndonjë lloj frike? Po. Për arsye të caktuara. Po, tash sa herë kemi protestuar, gjithmonë tash mos të lidhemi me çështjen e partive anë kënej, jo po dilni kundra kësaj, kundra asaj, kur keku, po mënej sindikata kekut nuk ka pas çështje politike, ka pas për drejtat e punëtorëve edhe drejtat e tyre kur qytetar. Po, nuk kanë luftu për gjëra tjera. Kur qytetar. Ndërkohë një pikë që u theksua aty edhe në protest ishte edhe largimi pa drejtësisht i punëtorëve nga puna. Ka pasur raste të tilla me që keni kontakt me sindikatën? Nuk e di, për largimi punës, se di ndoshta këto kompani tjera që janë privatizuar aty, diçka po transporti edhe ushqimi shoqëror, ata punëtorë janë mjet pa punë. Ndërkohë ju sigurohet ndonjë shujtë e ushqimit apo diçka tjetër? Po, kemi shujtën që pe vitit kalum, i kemi ka 5 euro shujtë. Tash është flit
që ja dhonë të nderin. Restoranet i kem me punu, po Jeni të knaqur nga nuk jena konë ma heret. Tash kanë dasht me na imponu faktikisht një operatorit me adhonën pa dëshirin tonë, jo që jem kundër menza më shqyt të amën si njerëz, me ardhë të hymja e kekut. Po, se dash ta më pyet, çka nën kuptoni si njerëz, çka ndodh pra aty? Na bukën e marëm, dikush e merë për shpisë, shumica e porosisin vjen të hymja, na i vjen. Pra, me robat punës? Me robat punës që ashtu, dalëm e marëm, kthehëm në venat punës që atë zyret, që atë thjeshta, shumë thjeshta, dhe shumë thjeshta, pa thëmë, mësë thëmë në të ekstrem e shku, shumë thjeshta që atë hojna për. Që atë kushte që shmujna me i bove. Thatë më herët që fëmijëve tuaj nuk do t'i propozoni ta, edhe nuk do doni që ata ta bëjnë këtë punë. E gjitha ata tjerë që po na shikojnë në këtë momente të rinj, a është një thirrje, po themi, edhe një qasje e njëjtë e juaja edhe për ta? A është një mesazh i njëjtë? Unë që akom një 10 vetë, a ma shumë mihje janë punësu edhe kanë shumë. E kanë shumë? E kanë shumë. Për sa kohë, për shembull? Për javën e parë me njëherë. Po. Javën e parë me Cili ka qenë arsëtimi? Po, kam pasë kushtet janë shtira, rroga nuk është. Rreziku i madh. Ndoshta edhe ka punu dikun, po e ka provu në kekë se qysho situata, ndoshta ka pasë... E ka po dallimen. Po, e ka po që ma mirë është atje me shku se ke. Po, derisa po flasim, ne vazhdimisht këtu kemi edhe pamjen edhe nga Tirana, atje ku po protestohet po ashtu, edhe ishte një më parë, se është mirë të jesh turist në Shqipëri, por provo të jesh punëtor. Pra gjithandaj natyrisht ka thirrje për të drejtat e punëtorëve. Nëse ka diçka tjetër, Ajda që ke planifikuar edhe ti, edhe nëse keni patjetër ndonjë adresim, jeni i lirë. Mesazh fundet. Për shembull, neve na kërkohet punë, punojmë sikur me punu në perëndim, ose në Evropë. A paga, për shembull, nuk janë sikur atje. A punën njëjtë që ato punë e krymë. Si shue kryjnë atje një fabrikë, njëjtën e kryjmë edhe na. Ky krahasim është shumë demoralizues natyrisht për ne këtu nëse kërkohet që ashtu, ama praktikisht është. Po, a keni tentuar ndonjëherë meq e përmendet të largoni nga Kosova? Jo. Me gjithë këtë situatë, me gjithë këtë gjendje? Me gjithë këtë situatë, jo. Pse? Ndoshta njeri pse që kështë ose shpirtënisht nuk është i kënaqur ose nuk mundet me jetu jashtë, një për arsye më shumë. Për shkak që ajo kënë ryshe. Për shkak ngarkesave që i keni marrë nga vendi punës. Sa është e vështirë ti menaxhoni lodhjen fizike dhe mendore që i keni për me kalu kohë mande me familjen, edhe sa ju ka ndikuar edhe një jetesë në përgjithësi? Shumë ka ndikuar negativisht, mirë po mendimin e familjes i kemi të kalu, për ndryshe nuk është letë një punëtor i kekut, 8 orë ato me pas punë të lodhshme, të mundeshme, nga zhurmë, nga plëhni, edhe me dalë me ardhë në shpe, i lodhën, të lipë fëmija diçka ose diçka, e merë rogën për 3 ditë shkon rogën, nuk din që bën njeri. Na vjen shumë keq. Mas 30 ditë do të me prora apet në punë. Na vjen shumë keq edhe pas kaq shumë vitesh kemi situata të tilla me punëtorët në Kosovë, në sektor të shumta, duhet thënë, por shpresa thonë dhe se fundit, kështu që po e vazhdojmë edhe ne kështu me këtë shpresën që jemi duke e pritur. Në fakt na vjen mirë që keni kaq shumë vendosshmëri edhe që keni qëndruar themi kështu kaq besnik ndaj kësaj pune që shumë e rëndësishme për Kosovën, prodhimi i energjisë. Shumë e rëndësishme është për Kosovën edhe mos me ka unë ashtu besimi që kom me punue, në shta edhe kësha lanë. Po, është jetike për Kosovën që të ketë dritë edhe kur gjithë tërë. Po, duhet edhe menaxhmenti me pas parasysh këto sene, këto vështërsi, këto kushte edhe mirëqenjet më të mirë për punëtorët. Se vazhdimisht derisa po flisni po lindin pyetje të tjera. A ka Kosova mjaftueshëm kushte për energji elektrike për të prodhuar? Ka kapacitete më pas kapacitet. Ka kapacitete të nxjillit mjaftueshëm, po. Jo në ato këtë çështje tjera. Se ju që jeni brenda e dini më mirë. Më të rënda, a? Po, tash
pejs, si boksi deri në bushton, po thojnë është të thënë gjellë, atëherë se di. Atëherë pse mund dalë rryma në Kosovë? Po dhe pse mund dalë rryma në Kosovë, mos thamë se flajna mi që mërë dhe rrymën e pagujna 200% ose 300% ma shtrejt se që e merë. Dhe këtë e thot një person që e kalon pjesën më të madhe të jetës aty. Në fakt e ka thënë edhe dikush tjetër. Ne po na intereson sot mysafiri ju që i kemi përballë. Faleminderit për këtë rrëfim. Uroj që të keni shëndetin edhe të përmirësohen këto kushte. Faleminderit, shpresojmë se po. Faleminderit shumë.